Të krishterët orthodoks këtë të diel kujtojnë thirrjen dhe ftesën që u bëri Krishti dishepujve të tij, Petros, Andreas, Joanit e Jakovit. Zoti u tha atyre: "Ejani pas meje dhe do t'ju bëj peshkatar njerëzish." Kjo ftesë është aktuale edhe sot. Zoti Krisht i fton njerëzit në shpëtim, i fton besimtarët e tij ta ndjekin atë dhe të bëhen dishepuj të tij. Ungjilli i sotëm i fton të gjithë njerëzit jo vetëm t'i besojnë Perëndis, por edhe ta ndjekin atë. Ka ndryshim të madh midis të besuarit dhe të ndjekurit. Kur besimtarët pranojnë të ndjekin Zotin dhe fjalën e tij, do të thotë se pranojnë vullnetin e tij në jetën e tyre dhe të ndryshojnë mënyrën e të jetuarit. Që të pastrosh Krishtin dhe shembullin e tij do të thotë të duash siç dëshi ai, pa interes, të falësh siç fali ai, pa kushte, të shërbesh siç shërbeu ai, me vetë sakrifikim, të ngushëllosh të tjerët siç bëri ai, me dashuri. Dashuria për Perëndin kalon nga njeriu ynë i afërm. Kjo dashuri kërkon të kapërcej smirën, inatin, zemërimin, individualizmin, paragjykimin, egoizmin dhe t'i duam të afërmit tan pa paragjykim. Mesazhi kryesor i ditës së sotme i fton besimtarët të ndjekin shembullin e Zotit, i cili transformon jetën e njeriut dhe e mbush me hirin e tij hynor.